Pas incidenti që ta kalojmë dhe pjesën e incidentit, pati po themi të votimin kush do shkonte në finale që vazhdonte akoma, por ndryshe nga po themi shumë njerëz mendonin që do shkonte Gerta në finale, u dërgua Egli në finale. Dëgjoj, kam përshtypjen Egli është lënë si një lojë që të shtyj Gjesti Kone edhe një javë tjetër. Është prapë një dhuratë që është bërë. Yes. Absolutisht. Pastaj për sa i përket pjesës tjetër, të rrim shtormë të flasim drejt. Gerta Gixhari, mbase ne që kemi bërë tifo për një tjetër person nuk na ka pëlqyer. Po ne ka pasur një njeri që ka merituar finalen pas Rozana Radë dhe Gjestit është Gerta Gixhari. Tashni, sido që ti punë. Për mua është prapë një nga ato gjërat e tjera shumë të shumtuara që kanë ndodhur. Dhe një herë tjetër, unë kam thënë shpesh unë s'kam asnjë gjë me njerëzit personalisht. Nuk i njoh shumicën. Disa që i njoh, okay, nuk i njoh. Unë kur nuk jam shprehur për individin, është mirë apo i keq. Sepse nuk më takon ta bëj. Unë gjykoj lojën. Loja e tyre është e mirë apo e keqe, e bukur apo e shëmtuar. Kjo po, se si del në lojë, del skuf, del arrogant, del tizar, del i lig, del dhepër, e të gjitha këto del, nuk e di, dhunus, etj. Janë pjesë e lojës, jo e karakterit të njeriu. Nuk e se shpesh herë më vjet në gojë kjo pjesa e kësaj si e shan ti X-in, nuk shaj X, unë shaj lojën. Loja e X-in për mua është e tillë. Gerta Gixhari mund të ketë qenë një nga lojtarët më të egra, më të pista, nuk e përdorur gjëra goxha personale, tash lojtarëve të tjerë, për më të vajhona mirë një vjet në Rozan, Laerti. Po ti më është Gerta Gixhari finale, nuk ka finale. Themi të vërtetë. Nuk ka finale. Gerta Gixhari, me të gjithë të mirat dhe të këqijat e saj, asaj lojë i ka dhënë të shpirt. Lutem shumë, më vjen keq, nuk e pranoj që në finalit përpara Gerta Gixhari të shkojë Egli Tako, e cila ishte një lojtare e cila çdoi rrugës, doli jashtë mendi, ju dha mundësia të marrë vetën, ju dha mundësia të shkonte çdo gjë të mundshme jashtë dhe ja rikthye prapë. Vjen keq, po kjo është skandaloz. Egli nga Gjesti dhe Gjesti nga Egli në këtë dyshe rrugtimi njëra me tjetrin. Pra, u duk sikur një herë zgjesh, një herë pajtohesh, një herë shtynte. Më ka bërë përshtypje diçka që nuk e di, po dy prajmet e fundit një herë më është dhimbshur Egli në maksimum, sepse çfarë lloj gjëje që Gjesti ka thënë i është vënë në gojë Egli dhe jo Gjesti. Të ndikuar nga njëri tjetri, ja, absolutisht. Gjesti nuk është lojtar që ndikohet. Gjesti është lojtar që shfrytëzon. Po të ndikohet jo. Dhe Gjesti shfrytëzoi prapë situatë. Siç ai ka bërë gjatë ditës kohës, ku s'mori asnjë lloj përgjegjësie vetë, po tha fajin e ka Egli, se kjo ma tha mua. Për sa i përket Laertit. Unë thjesht thasha, po. Fjalët që Gjesti tha prajmin e kaluar, ju unë prapë të gojë Eglit. Askush nuk i tha gjë Gjestit. Askush. Absolutisht askush. Asnjë. As edhe një. Nuk ju drejtoa Gjestit, ti thoshe Gjesti, çfarë do të thënë do djeg top çelullin me benzinë? Askush. Po i tha Eglit të vitur që ke thënë të tilla fjalë për produksion. Ja kështu ishte. Nuk ka pasur asnjë lloj pse ky hezitim, po themi, qoftë nga analistët, opinionistët, qoftë nga moderatori, qoftë po themi nga produksioni, ky hezitim për të mos kritikuar Gjestin, po themi. Nuk e kam kuptuar kur dhe ajo që vazhdoi të mos kuptoj është ku e shikojnë torturën që po i bëhet Gjestit në këto të tjerët që komentojnë, se ka dhe më keq. Ndërkohë që është lojtari më i favorizuar i tëra kohërave, vazhdojnë dhe thonë që çfarë po i bëhet Gjestit, që po dhunohet Gjesti, çfarë po kështu Gjesti. Nuk e di se çfarë duan këta, më tepër, po ajo që duhet bëjmë një herë si fillim duhet të mbyllim ato gojat e pistat, mos shajnë me njerëzit, se realisht na kanë shpif. Na kanë neverit këtë Big Brother, këto lloj speciesh krash që unë
kam marrë dhe një vendim, I kam gjetur me emër dhe me emër të tëra. Shumica më bën përshtypje sa nëna me fëmijë dhe me fëmijë të vegjël të 2-3 vjeç. Ja kam mbledhur të tëra mesazhe dhe me përfundimin e Big Brother do kontaktoj familjarët e tyre dhe do ja marr në shërbim kush është jeta e dy fisht e gruas së tyre që ata kanë në shtëpi. Dhe për fëmijët është po e njëjta gjë e bëra përpara ca kohësh. Dhe ishte një vajzë 14 vjeçë nga Përmeti që kishte një gjuhë o zot, skandaloze. Jam shokuar. 14 vjeçë, shante kockat e të vdekur vet. Dhe kur e kam çuar prindit të saj, ka vënë duart në kokë. Ai profili është mbyllur, nuk është më patjetër. Po familjarët e vet nuk e dinin më se çfarë bënte ajo në telefon. Një lloj urrëtie dhe një lloj gjuhë e ndyrë që nuk e di domethënë. Unë se di ku I çon mushka ata njerëz se Big Brother mbaron ja, ose vjen do fillojë Big Brother I tjetër. Do harrohet ky, do dalë një tjetër. Çfarë fituan, më çfarë morën? Çfarë morën? Çfarë fituan ta? Me të mbullatën, me të këtë Duket sikur është një favorizim shumë I madh për Gjestin vetëm një javë para finales, duke qenë që ne dim shumë mirë që viktima në shumicën e rasteve mbështetet. Më tepër se sa një favorizim për Gjestin, mua më duket sikur ishte një shfullë e produksionit. Mbase për të rënditur themelet e një loje që nuk duhet të ishte një shpullaj analistëve, ishte një shpullaj opinionistëve të njëanshëm, ishte një shpullaj normalizimit të dhunës, ishte një shpull ishte një dhunë që ju përgjigj dhunës. Të paktën e patolerueshme, se them e ritheksoj sepse e di shumë mirë që do të gjem nga konteksti kollaj fare, siç po ndodh rëndon. Për mua është dhunë që I është përgjigjur dhunës. Në një formë tjetër pak më të rëndë, shumë herë më të shëmtuar, po të dyja dhunat janë të patolerueshme, jo nuk e mendoj që është favorizim për Gjestin, absolutisht. Me dhunë kam blerë të qartje, po kjo nuk është se do të them që unë do të them për Gjestin. Nuk është se më ka lënë një shit. Realisht sot madje kam qenë duke diskutuar edhe me një ish banore tjetër që tashmë jeton në Gjermani. Kemi qenë duke diskutuar këtë shihen e hidhur që na ka lënë Prime ndjeshëm. Shihen e hidhur të asaj klime aq të tensionuar, të atë gjesti aq të ulët edhe të atyre fjalëve aq të shëmtuara që kemi dëgjuar. Kush Po, mendon? vërtet na ka lënë shije të keqe, por se mendoj që sido që tjetër, për mua është e mirëpritur fitoria e kujdo që e meriton. Unë e kam thënë midis Gjestit dhe Rozanës, unë zgjedh Rozanën me zemër. Gjestin e zgjedh me mendje. Për mua, kushdo ta fitoj nga të dy, Big Brother është I merituar. E kam thënë, e rikthem, ta rikthem gjithmonë. Për mua, Rozana për mua është fituesja ime, se unë e kam shoqe, e kam motor, e kam njeriu tim shumë të afërt, 25 vite miqësi, e njoh Rozanën shumë mirë, dua shumë, do luftoj deri në fund që Rozana të fitojë. Patjetër, po. Kush ishte fitoj si Gjesti, si Rozana, për mua janë dy fitore të merituara absolutisht. Dhe kam përshtypjen që të dy përballë njëri tjetrit do ta kenë shumë të vështirë ndarjen e votave. Mendon se kjo do jetë dyqja e fundit? Po, e kam thënë edhe mendoj. E mendoj fort, janë dy lojtarët që kanë mbledhur më shumë vota, janë dy lojtarët që kanë pasur më shumë feedback, janë dy lojtarët që kanë më shumë reagime në masë në rrjet. Janë dy njerëz që shkaktojnë hilaritet, janë dy njerëz që kanë super audiencë, janë dy njerëz që kanë dalë publiku përgjys. Publiku nuk e kanë ndarë as Ektin, as Laertin, që të jemi realistë. Publiku përgjys e kanë ndarë Gjestin dhe Rozanën. Për mua këta janë finalistë. Kam edhe një pyetje të fundit. Edhe pse jemi një javë para finales, një krahasim mes këtij Big Brotheri dhe Big Brotheri të vjetshëm. Në dhuna prezente, absolutisht. Vjet ishte e shëmtuar sepse u dhënua verbalisht një femër
në tëra format, dhe kjo e bërja të Big Brother shumë të shëmtuar. Po ky përveç se i shëmtuar ishte edhe shumë toksik. Kështu që për mua njëri ishte 9, ky tjetri është 10. Për sa i përket dhunës dhe toksicitet. Një shkallë më lart. Eldon, shumë faleminderit për kohën dhe Faleminderit ju. besoj shihemi edhe një herë, po themi, Po, për kemi t'i vënë finale. kapak ti Big Brother. Kemi finale parë. Falenderoj shumë. Me mirin.